Cape Town, Afrika e Jugut. Edhe pse Afrika e Jugut nuk renditet ndër vendet e lira të planetit, Cape Town ofron mundësi të shkëlqyera për të pushuar me çmime shumë të favorshme, kjo edhe fal kursit të këmbimit valutor. Ai është një qytet mahnitës dhe i pajisur me një gamë të larmishme përvojash për turistët. E vendosur në skajin jug-perëndimor të Afrikës së Jugut, rekomandohet të vizitohet gjatë muajve të verës, nga nëntori deri në mars, për shkak të motit të ngrohtë dhe me diell, ideal për aktivitete në plazh. Për të eksploruar rrethinat e qytetit, makinat me qira janë një zgjidhje shumë e mirë. Peizazhet korallore, zonat e mbrojtura apo plazhet e njohura për kolonitë e pinguinëve afrikan janë vetëm disa nga veçoritë e këtij vendi. Yogyakarta në Indonezi. Ky qytet premton një aventurë të përvojave kulturore me çmime shumë të volitshme. Nga tempujt e lashtë tek artet tradicionale, ka shumë për të parë dhe bërë në këtë destinacion fantastik për udhëtarët që dëshirojnë të njihen me autentiken indoneziane. Moneda e përdorur është Indonesian Rupiah dhe indonezishtja është gjuha zyrtare. Megjithatë, anglishtja flitet lirshëm në zonat turistike. Nëse zgjidhni ta vizitoni, është e këshillueshme të planifikoni periudhën e sezonit të thatë, nga maj deri në tetor. Motocikletat me qira janë të njohura për të eksploruar zonat përreth. Yogyakarta është stre e disa tempujve të lashtë dhe pasurive botërore të mbrojtura nga UNESCO, të cilat janë padyshim të rekomandueshme të vizitohen.